asgjë. Po. Se çfarë do ndodhi me Velien, o ka zgjedhur o nuk ka zgjedhur në Tiranë. Domethënë këtu, vetëm këtu mbes. Ndërkohë se kur do shfaqet. Po pastaj përcaktohet afati sërish kur do zhvillohen, domethënë kanë ata një 30 ditë mbas zbarjes së vendimit, sepse edhe dekreti është i pezulluar. Pra tash e rivendos kushtetuesja kohën se kur mund të zhvillohen zgjedhjet, por 30 ditë mbas zbarjes së vendimit deri në 45 ditë. Do ketë një afat të dytë, që ndoshta mund, nëse do merret një vendim kundra zotit Velie, mundet që diku nga shkurti të bëhen zgjedhjet e Tiranës. Ndërsa për sa i përket pjesës së zonës Balluku, thash, nëse do ngelemi te kjo akuzë, pra te gjithë thesi i zullumeve që i deklaron opozita dhe që është ngarkuar opinioni publik, fut dorën dhe nxjerr këtë akuzën për supervizimin e tunel Llogaras, do ngelemi te kjo, ajo mund të vazhdojë të normalisht në zyrë dhe opozita do vazhdojë të njëjtën gjë, do rendisë rastet e saj dhe do thotë për kapjen e spakut nga qeveria. Opinioni publik do vazhdojë prapë të presi se çfarë do ndodhi. Në rast se akuzat ndaj saj do të shtohen, dosjet e saj do të hapen të gjitha, pra do kemi, themi pak a shumë, një vendimarrje më të fortë të spakut, atëherë mund të ketë dhe një largim se nga qeveria, por nuk është se prek gjë, themi zoti Rama. Pra zoti Rama mund të zëvendësoj lehtësisht fare zonin Balluku me dikë tjetër. Dilemat ishin deri vonë raporti i tij me zotin Velie, sepse Velie mendoi si pasardhësi në PS i Edi Ramës për që mund të merrte postin. Dhe njëri që kishte valencë politike. Mund të merrte drejtimin e partisë dhe pozicionin e kryeministit, bashkë me historinë që kanë gjithmonë kryetarët e bashkive që kanë një pozitë më të fortë se çdo kush tjetër pas kryeministrit. Gjithçka, po them, është se sa do ketë fort spaku për të shkuar dhe sa e kanë shtyrë spakun për të marrë me zonin Balluku, sepse historia e saj nuk nis këtë javë, ka qenë me vite në atë pozicion, ka me vite akuza ndaj saj. Ky ka ardhur momenti që spaku të veprojë. Se si do veproj spaku dhe kush e shtyn apo e mbështet spakun për të vënë me shpallur mbas murit zonin Balluku, kjo duhet të pikërisht si do ta lexonim, pra në rast se do shkojë drejt komunikimit të akuzës. Zoti Rama tha pak ditë më parë në Deutsche Welle që drejtësia ka punën e saj, ne kemi punën tonë. Është pak a shumë një deklaratë që e bërit ngjashme, mos gabojmë mund të pyes dhe mirë, pastaj edhe për rastin Veliet. Pra, edhe pse informacionet janë ato që ku citoj pak më parë zoti Gjoni që ndoshta Rama i bën presion drejtësisë etj, por unë e shoh, dhe ndoshta mund të bëjmë edhe një lexim të mënyrës se si po sillet zonja Balluku gjatë atyre ditëve, një situatë ngjashme me atë që ndodhi edhe me zotin Velia. E keni ju këtë perceptim? Në qasjen e Ramës, po themi. Ka një diferencë, sepse zoti Velia shkoi direkt në burg, mos arresti sigurie. Është tjetër gjë nëse ndaj zonës Ballukut do vijoj ndjekja e procedurës në gjendje të lirë pas një mas sigurie, pa kërkesën ose pa një vendim të spakut, një kërkesë të spakut për gjykatën që të ketë një mas sigurie që të ketë bëjë me ushtrimin e detyrës. Po nëse shkojmë tek ajo që është përfolur, për shembull, që mund të ketë një masë e cila është ajo e detyrimit paraqitje dhe tërheqjes së pasaportës. Do vazhdoj jo, njëra prej të dyjave, se nuk mund t'i bësh dot të dyja, se kemi precedent për këtë punë. Njëra nga të dyja, po prap do vijoj detyrën pra. Edhe zoti Velia pra, një zëvendës kryeministri mund ta vijojë detyrën pa pasaportë, po thua. Do vijonte detyrën normalisht nëse nuk do ishte në burg. Patjetër, patjetër. Jo, po të ishte në kushtet e arrestit shtëpisë, ishte pamundur që të vazhdonte detyrën. Dhe ka dhe diçka tjetër. Po thjesht si sa nga burgu. Jo, e ushtrote. Tani ai s'mund të lejojë që ditët të shkote në zyrë. Por aspekti me të cilën Andi e shtroi, edhe zoti Velia ka shku disa herë në SPAK para se të shkote te masa e sigurimit. Do të thënë që mund të ketë paraqit 3-4 herë, 5 herë. Ka shku me avokat. Ka shku është paraqitur vetë. Po tani ka shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm, po pa avokat. Pra pa i njoftuar një akuzë, pa i njoftuar fakt një gjështetim. Është në fakt s'ka padur një rast po edhe në shumicën e rasteve tani të jemi realist nuk merren sepse një pjesë e këtyre zyrtarëve shkojnë e pyeten edhe masdite, pyeten edhe natën, edhe nuk merren shumë vesh edhe nga pjesa e medias dhe këtyre. Po ne po themi në këtë rast ka vlerë një masë sigurie që do kërkoj SPAK në gjykat. Kjo ka vlerë, por nëse do vazhdojë lidhje plateral me zonjën Balluku, duke thënë që do vish me avokat se sa ishte me rastin e zotit Velia. Unë